vetëm për shkak tonë. Duhet jemi të vërtet me veten tonë. Se e lejojmë ne. Se ju apiu fjallën nderit. Se kur ta zam të shesh, me betimin që nuk e lëshojmë, pa largimin e tij, ai do ja mbath. Po mik. Por, duhet të them këtu, koha ka kaluar sigurisht, megjithatë vim më të vendosur se kurrë. 2 mbledhje janë bërë 2 ditë të fundit nga forumet e Partisë Demokratike, kryesia e saj dhe grupi parlamentar. Kanë dalë me një vendim solem. Ti përvishemi gjerën fitore. Kanë dalë me një vendim solem. Se rrugë tjetër, përveç protestës, përveç përballjes, përveç kacafytjes me te, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Miq, dhe për të gjithë shqiptarët, i ftoj të arsytojnë votën ja u shkelmon. Duke u shkelmon votën i poshtron, shkelmon lirinë e tyre. Votën në zgjedhjet e fundit për ta blerë. Fali 2 miliard euro 88.000 bizneseve. Në një kohë kur 760.000 pensionistë nuk blejnë dot ilaçet, nuk sigurojnë dot kafshatën e muajit. Votën e rëmbeu me bandit të administratës amoral që shtrojnë misionin e tyre, detyrën e tyre në shërbim qytetarëve, në plaçkisë dhe grabitës të votës tyre. Votën e grabiti me banda, me bandit, me kriminal, me kartel të drogës.